Edi e pret në shtëpi dolçe puthet në Itali. Së fundmi në rrjetet sociale po qarkullojnë shumë video dhe diskutime rreth Dolces, banorja e Big Brother VIP Kosova, e cila për shkak të një bashkëpunimi mes formatit kosovar dhe atij italian udhëtoi për një javë drejt Grande Fratello se fillimisht. Produksioni i Big Brother VIP Kosova ua komunikoi banorëve se Dolce ishte larguar për një çështje familjare, pa dhënë detaje të tjera. Kjo i la të gjithë të habitur, sidomos Edin, me të cilin ajo kishte krijuar një romancë brenda shtëpisë. Pas transmetimit të pamjeve nga hyrja e saj në Grande Fratello, u vures se një nga djemtë e shtëpisë italiane e vëzhgonte Dolce me interes, gjë që ndezi menjëherë xhelozinë e Edit. Kjo situatë e kombinuar me reagimet e publikut, çoi në shpërndarjen e videove të edituara në rrjet, ku paraqitej sikur Dolce ishte puthur me një konkurrent brenda formatit italian. Pamjet u shpërndan me shpejtësi dhe krijuan konfuzion tek publiku, por u bë e ditur shumë shpejt se ato ishin të krijuara me inteligjencë artificiale dhe nuk pasqyronin realitetin. Disa komentues ranë prej këtij montazhi dhe reaguan negativisht ndaj Dolces, ndërsa të tjerë kuptuan menjëherë se bëhej fjalë për përmbajtje të manipuluar digitalisht. Ngjarja ka hapur diskutime të reja mbi rreziqet e videove të rreme dhe ndikimin që mund të kenë tek opinioni publik, sidomos në format e me ndjekje të madhe si Big Brother. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.